Lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe ka kërkuar debat më të detajuar në kuvent për sistemin Safe City. Ai tha se parimisht mbështesin ligjet për siguri në trafik, me të cilat ulet rreziku i fatkeqësive dhe aksidenteve, por së pari duhet që të ketë debat në kuvent për lartësinë e dënimeve, si dhe për të dhënat që mblidhen nga sistemi i Safe City-t. Fillimisht në kontekstin aktual, ndërsa ajo është pozita ekonomike, gjendja në shtet, standardi qytetarëve, duhet të flitet për lartësinë e dënimeve. Dhe e dyta, një çështje po ashtu e rëndësishme çka dhe kush i kontrollon sasinë e jashtëzakonshme të dhënave që i mbledh sistemi Safe City. Bëhet fjalë për qeverisja aktuale të DPMN-s, që ka histori të keq përdorimit të shërbimeve të sigurisë, përcjellje, përgjim të një numër të jashtëzakonshëm qytetarëve. Nuk kemi rehat që ajo pjesë të kalojë ashtu pa diskutim. Dyshojmë se mund t'i keq përdorin ato të dhëna. I pyetur nëse është e pranueshme për LSDM që të hiqe qeveria teknike pas zgjedhjeve të ardhshme, duke pasur parasysh se nuk mori pjesë në takimin e liderëve për këtë çështje, Filipçe tha se kanë arsye të besojnë se VMRO-DPMN nuk do të jetë në gjendje të organizojnë zgjedhje demokratike. Власта ги има истите манири. Pushteti i ka sjelljet e njëjta që sollën në inicimin e vendosjes së kësaj pjese që quhet qeveria e Përshinos. Do t'i keq përdorin gjitha institucionet, presion përmes policisë, presion përmes shërbimeve sociale, keq përdorime në bujqësi. Çfarë duhet të shohim më tepër prej kësaj që ta dim se dikush prej opozitës duhet të bëjë kontroll. Kujtojmë se të mërkurën kryeministri Hristian Mickoski mbajti një takim me liderët e partive politike në vend. Megjithatë, Filipçe nuk ju përgjigj ftesës për të shkuar në takim.